thelbësor, të thellë. Nuk është një moment për të këmbgulur në mënyrë kokëfort në inercinë e asaj që ekzistonte deri 3 muaj më parë, ka të bëjë me një panoramë tërësore të asaj çfarë duhet të ndryshojë. Historia ka pasur momente ku Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa kanë pasur përplasjet e tyre, momentet e tyre të keq kuptimit apo të konfliktit politikisht e kanë fjalën. Në Amerika pasur gjithmonë nga ata që kanë menduar që është gjithmonë më mirë që Amerika të dalë nga Europa, pra të tërhiqet prej saj. E po kështu në Europë ka pasur nga ata që kanë menduar që Europa duhet të ketë identitetin e vetë, të harrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka qenë gjithmonë diçka që në fund ka mbizotruar. Ideja që siç e ka thënë Kissinger, Amerika pa Europën është një ishull, ndërsa Europa pa Amerikën është një gadishull. Për ta përmbyllur, do të thoja që për mua, Spari, jam në një pozitë shumë të rehatshme, sepse nuk jam Gjerman. Dhe nuk më duhet të gjej zgjidhje për botën. Jam një kryeministër e një vendi më të vogël, megjithëse jam më i gjatë se Friedrich Merz. Është Friedrich Merz që duhet marrë vendime për të gjati. E di që në qoftë se unë kam gabim, askush nuk do të dëmtohet, por në qoftë se Merz do ta ketë gabim, nëse udhëheqësit e Evropës do ta kenë gabim, të gjithë ne do të dëmtohemi. Dhe Martin përpara se të vinim këtu, tha dhe më korrigjon në qoftë se të citoj gabimisht. Vendimet e këqija të një udhëheqësi sot paguhen në kosto nga brezi i ardhshëm. Pra ajo çfarë shohim sot nuk është asgjë krahasuar me atë çfarë vjen. Kështu që me sa kuptoj unë, bëhet fjalë për një pamje 360 gradëshe të situatës. Nuk është thjesht diçka që lidhet me forcimin ushtarak. Nuk është thjesht fjala për të hyrë në një garë se kush është më i fortë ushtarakisht, sepse kur dëgjoj gjëra të tilla, për shembull, që le të shkurtojmë fondet për arsimin dhe të prodhojmë më shumë armë, tmerrohem. Sepse ne shpresoj, nuk po kërkojmë të krijojmë një ushtri gjysmanalfabetësh, po kërkojmë diçka krejt ndryshe. Kështu kësaj na duhet që të jemi shumë të guximshëm dhe përpiqemi ta shohim gjithçka në tërësi. Po, është domosdoshmëri të forcohemi ushtarakisht, por diplomacia, çelja e korridoreve të reja dialogut, apo të qenit më pak vetë referent kur flasim me të tjerë jashtë nesh, e të jemi më të vendosur për mënyrën tonë të jetesës. Në fund ditës ne kështu duam të jetojmë. Nuk duam të tjerët vendosin si duhet jetojmë ne. Ne duam të jetojmë kështu, por nuk duhet të themi të tjerëve që kjo është mënyra e vetme për të jetuar. Sepse në të kundërt do të gjendemi në situata ku do të ishte e vështirë për t'ju përgjigjur një pyetje, dhe kam një pyetje që më tmerron. Europa ka më pak miq sot se sa përpara agresionit rus, dhe kjo është diçka që duhet kuptuar, diçka mbi cilën duhet reflektuar pse ka ndodhur kjo. Ndërkohë që nuk ka as pak dyshim që Europa u ngrit për gjën e duhur, duke qëndruar krah Ukrainës. Kjo nuk ka as pak dyshim, por pse ka më pak miq? Dhe nuk po flasim për Rusin, po flasim për miq të cilët nuk janë në këtë pjesë të botës, kështu që është shumë komplekse, shumë ndërlikuar. Por ndoshta Zoti i shpëtoi jetën Donald Trumpit, jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe sërish, por për të zgjuar përfundimisht Europën e për t'i dhënë asaj mundësinë të kuptojë që nuk mund të vazhdojë sikur bota të ishte njësoj, sepse nuk është njësoj. Prime Minister for this 300. Zoti Kryeministër, faleminderit për këtë këmbështrim prej 360 gradësh.
Në fakt, ju përmendët rolin e Shqipërisë për bashkimin e Europës dhe për projektin europian dhe besoj që gjatë viteve të fundit. Jemi në ambientet e piramidës ku për herë të parë po bëhet ndarja e çmimit Karl i Madh për personalitetet ose institucionet që kanë dhënë një ndihmë për përparësimin ose për përmirësimin e Bashkimit Evropian, ku kryeministri Edi Rama u ndal në disa çështje dhe kryefjala e diskutimeve ishte roli që rinia ka në integrimin e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Ne kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, por ju kujtoj se për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play dhe vetëm pas pak për më tepër informacione do të jeni në shoqërinë e kolegut Thimi Samargjiu. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim. Në spitalin Amavita, duam që çdo moment i jetës të jetë i çmuar. Me përvojë të jashtëzakonshme në trajtimin e tumoreve dhe teknologjitë më të fundit në diagnostikim, kirurgji dhe kimioterapi. Përveç shërbimeve të avancuara onkologjike, ne ju ndihmojmë të realizoni ëndrat tuaja estetike. Kirurgjia jonë estetike ofron zmadhim dhe zvoglim të gjimbe, rinoplastik, otoplastik dhe procedura të tjera inovative. Ekipi ynë i ekspertëve është pranë jush në çdo hap, duke ju ofruar